Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur sonde në Top Show, mirëmbrëma ju që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizionit ton. Natyrisht që mëngjesi i ditës së djeshme, tragjedia që ndodhi në orën 4:20 të mëngjesit në rrugën e Elbasanit, në një lokal, tronditi kryeqytetin, tronditi gjithë Shqipërinë. Pasojat 4 njerëz të vrarë edhe 3 të rinj të arrestuar. Natyrisht që e gjitha kjo është përtheu një polemik të madhe në rrjetet sociale, në për mediat e ndryshme në vend dhe opinioni publik është i trazuar që prej 2 ditësh në lidhje me atë që ka ndodhur, për arsye se personazhi kryesor i dyshuar i kësaj ngjarje është djali i ish deputetes së Partisë Socialiste zonjës Luiza Xhuvani. Prej ditës sotme është dhe i akuzuar i zyrtar nga ana e prokurorisë në lidhje me ngjarjen e ndodhur ditën e djeshme. Një emër jo i panjohur në fakt për publikun, është shfaqur për herë të parë në vitin 2011, është shfaqur përsëri në kohën e aksionit në Lazarat emri i tij dhe dje u shfaq në mënyrën më tragjike. Shumë pyetje janë ngritur në lidhje me atë çfarë ka ndodhur dhe në lidhje me atë se si funksionon shoqëria jonë, si funksionon në një sër hallkash të saj, të cilat ne do të mundohemi sot t'i trajtojmë me të ftuarit tanë, me zonjën Grida Duma, koordinatore për marrëdhëniet me publikun në Partinë Demokratike. Mirëmbrëma zonja Duma, mirë se erdhe sonde në Top Show. Ermonela Felaj, ministre e marrëdhënieve me parlamentin, por vjen këtu natyrisht edhe në cilësinë e një njeriu i cili ka qenë brenda sistemit drejtësisë. Mirëmbrëma, mirë se erdhe sonde në Top Show. Zonja Felaj, është gjithashtu me ne Robert Rakiplari, kryeredaktori i gazetës Panorama. Mirëmbrëma Rakiplari, mirë se erdhe sonde në Top Show. Artan Hoxha, gazetar investigativ, emisioni Xhungël është gjithashtu me ne. Mirëmbrëma Artan, mirë se erdhe sonde në Top Show. Anila Hoxha, gazetare e kronikës në Top Channel. Mirëmbrëma Anila, mirë se erdhe sonde në Top Show. Është gjithashtu me ne Belioza Çoku, psikologe. Mirëmbrëma Belioza, mirë se erdhe sonde në Top Show. Alban Ylli, specialist në Institutin e Shëndetit Publik është me ne gjithashtu. Mirëmbrëma Ylli, mirë se erdhe sonde në Top Show. Zini Sulaj, shefi i shërbimit të toksikologjisë në Spitalin Nën Tereza është gjithashtu me ne. Mirëmbrëma, mirë se erdhe sonde në Top Show, zoti Sulaj. Mirë, përpara se ta fillojmë këtë bisedë, ndjegim kronikën e lajmeve të Top Channel, pikërisht me të rejat e ditës sotme në lidhje me këtë tragjedi. Ndjegim materialin dhe kthehemi në bisedë. Konstantin Xhuvani është akuzuar zyrtarisht nga prokuroria për vrasjen e 4 personave një ditë më parë në Tiranë. Xhuvani, 26 vjeç, u kap nga policia me armë në dorë pranë lokalit ku ndodhi masakra dhe është akuzuar zyrtarisht për vrasjen e rrethana të tjera cilësuese kundër 2 ose më shumë personave. Kjo akuzë në kodin penal parashikon dënim jo më të vogël se 20 vjet deri në burgim të përjetshëm. Ndërkohë shoku i tij Rail Sida është akuzuar për favorizim prostitucioni. I shoqëruari i fundit nga policia Albano Blaca është liruar nga paraburgimi pasi sipas prokurorisë ai nuk dyshohet që të jetë implikuar në vrasje, por thjesht ka qenë në njërin nga tavolinat që u përfshin në konfliktin i cili precipitoi më pas në masakër. Drejtori i përgjithshëm i policisë Artan Didi në një takim me forcat e policisë që ndaluan autorët e vrasjes, deklaroi se për veprimin e dieshëm duhet të motivojë dhe të gjithë efektivat e tjerë të bëhet shembull në çdo komisariat duke promovuar vlerat. Pavarësisht se ngjarja ishte shumë e rëndë, reagimi juaj tregoi që policia e shtetit është në këmbë dhe ju përgjigjet këtyre situatave me profesionalizmin e duhur, tha ai. Didi sqaroi çështjen e shpalljes në kërkim të Konstantin Xhuvanit. A ka qenë në kërkim vjeçare? Për sa i përket pyetjes a ka qenë në kërkim, nuk ka qenë në kërkim në momentet që ai ka qenë në Tiranë. Kemi të bëjmë me një kërkim policor që policia ka kompetencën vetëm një muaj që të shpalli një person në kërkim policor, por më pas në rast se nga veprimet e mëvonshme nuk sigurohen provat mjaftueshme, atëherë mas një muaji ky kërkim pushon vetvetiu. Ky ishte materiali përgatitur kortezi e Top Channel. Megjithatë do doja ta nisja me 2 gazetarët e kronikës që i kemi në studio që natyrisht prej 2 ditësh e kanë ndjekur në terren ngjarjen dhe kemi parë shumë versione të kësaj ngjarje gjatë këtyre ditëve qoftë edhe dje dhe sot, qoftë në portalet online, qoftë në gazeta, qoftë edhe në televizion. Nëse mundet në një mënyrë telegrafike ta shikojmë se si ka qenë dinamika sipas informacioneve që ke Anila. Atëherë, ajo që ka ndodhur në masakra që ka ndodhur në rrugën e Elbasanit është një histori që ka ndodhur herë tira në lokale natës, një histori grindje mes klientësh, mbasi ata
kanë konsumuar pije alkolike dhe në fund kanë konsumuar dhe lëndë narkotike. Nga njëra për tavolinave... Dilema e parë është që këtu nuk, ose më sakt, teza e parë bie që u tha që ishte çështje pazari droge dhe prishje pazari e tjere tjere. Jo, nuk, prokuroria të paktën nuk do shkojë në gjykat me këtë pretendim për të kërkuar mas sigurie. Versioni i prokurorisë deri tanishëm me të cilin prokuror do shkojë në gjykat në Tiranës është ky. Po i tregoj pak a shumë dinamikën, në njërin nga tavolinat kanë qenë dy të ndjerët, Jaho dhe Xhaja, dhe në tavolinën tjetër kanë qenë 4 shokët, Xhuvani, Demiraj, Sina dhe i bashkëarrestuari me të dhe një Blaca. Dëshmitarët okulari kanë thënë prokurorisë dhe grupit e timit që të dyja të klientët i kanë dhënë të njohur njëri tjetrit, madje kanë qërasur njëri tjetrin gjatë mbrëmjes me pije alkolike. Në një moment caktuar, sipas dëshmitarëve dhe sipas njërit prej personave që ishte i shoqëruar të paktën deri sot para dite, sipas Bllacës, njëri nga të ndjerët në tavolinën tjetër i ka kërkuar lëndë narkotike Kostanit Xhuvanit. Kokain, thuaj. Kokain, lëndë narkotike, dhe në këtë moment, mbasi Xhuvani ka refuzuar me arsyetimin gjithmonë sipas dëshmitarëve se Jaho nuk kishte lek dhe për këtë nuk do t'i jepte kokain, gjithçka ka kaluar në fyerje, konflikt fizik. Kam tetuar pjesëtarët e tavolinës me Xhuvani, shokët e tij që ta nxjerrin Xhuvanin jashtë, këtë alibi e tregojnë dhe një kamerë sigurisë e vendosur nga bashkia në rrugë, ku shokët përpiqen që ta mbajnë, del dhe njëri nga të ndjerët, nga tavolina tjetër Xhaja, përpiqet të pajtohet me të, dhe në këtë moment Xhuvani shkëputet dhe hyn brenda. Në hyrje të lokalit, në pjesën e brendshme, Xhuvani qëllon në mënyrë drejt për drejt, me dashje thot prokuroria, në trupin e Jahos me 6 plumba. Sipas prokurorisë, por dhe sipas përgjigjeve të laboratorit kriminalistike, cila pra objekti i agresionit ka qenë Jaho. 2 plumat e shpues kanë qelluar shokun e Xhuvanit Demiraj, 19 vjeçarin, Arper Demiraj. Një plum tjetër ka qelluar shitesen italian, Gianpaolo Azzolo, dhe një plum rikoshet ka qelluar shokun e Jahos, Xhajën. Në këtë moment Xhuvani, kjo është dinamika që tregon gjithmonë prokuroria dhe që në këtë moment Xhuvani ka marrë së bashku me shokët e vet tavolinës Demirajn, duke menduar që Demiraj ishte plagosur dhe kishte nevojë për ndihmë, sikurse edhe të tjerët kanë marrë shtetësin italian për t'i transportuar në spital. Kam tentuar, e kam vendosur në automjetin e parkuar përballë lokalit. Në këtë moment brenda 9 minutash ka mbërritur policia dhe secili ka menduar të shpëtojë. Policia ka pasur 2 telefonata nga lokali për ngjarjen dhe policia ka mbërritur. Ka mbërritur. Arrestimet kanë ndodhur siç thot policia. Policia tani e versionin e dinamikës së arrestimit brenda 9 minutave në perimetrin rreth rrotull zonës së krimit, dhe tani kemi këtë version që kemi. Kemi një person që është liruar, u dëshua dhe Blaca që ishte i përfshirë, por nga dëshmia dhe nga dhëna dhe gjitha përgjigjet e laboratorit kriminalistikës nuk del që është i përfshirë në krim. Ka një armë krimi që dëshuari Xhuvani ka hedhur gati 30 metra larg vendit ku është arrestuar. Është një armë në vendin ku u gjet Jaho dhe Xhaja të vrarë brenda në lokal, një armë tip pistolet, për të cilën prokuroria thot në rrugë zyrtare që e posedonte i ndjeri Demiraj. Dhe këta armë, thot prokuroria, në rrugë zyrtare e ka hedhur Xhuvani. Ndoshta mendoj unë për të krijuar një alibi dhe ndoshta hedhja kësaj arme e bëri pak a shumë në rrugë dhe policinë dhe prokurorinë dhe krijoi gjatë ditës së dieshme atë mendimin që kishte patur një konflikt me armë, një përplasje me armë të shtëna dhe shkrimim zjarri. Ky është versioni me cilin prokuroria nesër do kërkoj mas sigurie arrest me burg për Xhuvanin, për vrasjen në rrethana cilësuese sipas në 79 fraksion D, për krahjet e autorit krimit për Eralsinën, dhe këta janë 2 autorë dhe vetëm. Dhe gjithashtu edhe për pagesë për prostitucion është. Dhe gjithashtu sipas prokurorëve edhe për këtë vepër penale. Por ama autori kryesor dhe i dyshuari kryesor mbetet Xhuvani. Sipas prokurorisë, autori kryesor i 4 vrasjeve është Sedasi Kostantin Xhuvani. Sina dhe Xhuvani janë përmendur bashkë në një skenë tjetër krimi që është ajo e vitit 2011. Është një vrasje tjetër. 2 shokët e tjerë ishin njerëz të njohur si kontingjent nga policia apo jo? 2 shokët e tjerë të Xhuvanit dhe të... Jo, nuk janë personazhe, 2 shokët e tjerë dhe ndjeri Demiraj dhe Blaca nuk janë kontingjent. Pra, nuk janë persona që janë shoqëruar ose të ketë kartela për ta.
nuk ka patur asnjëherë precedent. Dy viktimat, ata të cilët kanë qenë direkt objekt agresioni? As viktima nuk ka patur, madje është një detaj shumë interesant, pavarësisht unë kam në rrugë zyrtare, që dy viktimat e tjera ishin inspektor të njësisë task force për antiduanin. Por në atë kohë kanë qenë në lokal si klient, nuk kanë qenë në detyrë në atë. Hoxha, nuk e di nëse ka detaj tjetër në lidhje me këtë nga ato çfarë thonë. Për shkak se unë gjatë gjithë ditës djeshme, për paktën për 8 orë kam qenë në transmetim live në 5 televizione, dhe kam dhënë aq shumë detaje mbi ngjarjen. Qysh nga momenti i parë kur ka qenë deklarata e parë e policisë shtetit lidhje me ngjarjen, kam patur një dyshim timin që nuk qëndronte versioni për një shkëmbim zjarri, sepse kur ka shkëmbim zjarri duhet të kesh 2 palë, dhe në rastin konkret rezultote që vetëm një palë ka përdorur armë, dhe të paktën nga ato provat e deritanishme, sepse duhet kemi parasysh hetimi është akoma në momentet e fillimit vet. Kam dhënë një version, domethënë, po ashtu paraprak në lidhje pse mund të ketë ndodhur ngjarja, që deri tani nuk përputhet me versionin që i jep edhe prokuroria në mënyrë paraprake, por do të kemi parasysh që organi i hetimit ka kohë nga momenti kur do t'i paraqes të pandehurit për masën e sigurisë në gjykatë, dhe deri në momentin kur do të depozitojë kërkesën për gjykim në çështjen e themelit, të ribëj një riklasifikim të akuzave për shkak se mund të gjej prova dhe elemente të tjerë, të cilët mund ta çojnë akuzën nga versioni fillestar në një version tjetër, i cili mund të jetë më i detajuar për shkak të dhënave që do të rezultojnë nga hetimi. Çfarë pret? Ajo që unë dua ta theksoj, dhe kjo është për mua mesazhi që na dha kjo ngjarje dhe mësimi që duhet nxjerrim nga kjo ngjarje, është fakti që protagonisti i kësaj ngjarje është një person me precedent penal të kaluarën, i cili ka kaluar në 2 raste, i ka rrëshqitur të gjithë sistemi të drejtësisë në këtë vend, ka dalë i padënuar, ose ka marrë një dënim minimal, është rikthyer sërish në rrugë, ka qenë sërish aktiv, pra përveç ngjarjes së 12 shkurtit 2011, në rrugën Ali Visha, kur është vrarë shtetasi Albert Musabelliu, është po ashtu në muajin prill të këtij viti i akuzuar dhe prandaj pati deklaratë të opozitës që thoshte që ky person ishte në kërkim momenti që ka ndodhur ngjarja, por me atë që parashikon ligji dhe me dëgjuam pak më parë edhe nga drejtori i përgjithshëm, ligji është për të qartë që periudha e kërkimit kur shpall policia është vetëm 30 ditë. Dhe nëse brenda 30 ditëve personi i shpallur në kërkim nuk kapet dhe ndaj tij prokuroria nuk ka marrë një procedurë tjetër, atëherë kërkimi në ngarkim të këtij personi pushon deri në momentin kur gjendet elementë të tjerë që plotësojnë figurën e kompletojnë figurën e veprës penale. Pra ky person ka qenë kërkim në periudhë caktuar gjatë muajit prill për shkak të një tentative për plagosje në qytetin e Gjirokastës, ka qenë po ashtu në fillimin e muajit qershor në rastin kur ka patur një shkëmbim zjarri gjatë një operacioni policor, nëse kujtoni, në Tepelen, në zonën e malësisë Tepelenës, ka qenë i dyshuar? Jo vetëm i dyshuar, por ka qenë prezent me një grup personash të cilët e kanë mbajtur për 8 orë në një shkëmbim zjarri forca speciale dhe është detyruar para se të ndodhte aksioni i Lazaratit. Diku 10 ditë para se ndodhte aksioni i Lazaratit. Dhe grupi operacione speciale i cili ka marrë pjesë mbrapa dhe me hetimin e grupit personave që pra ajo ishte testimi që bëri policia e shtetit para se të ndodhte Lazarat. Dhe çuditërisht bërthama e këtij grupi edhe nuk ishte dalë deri më sot. Nuk e kam thënë ditën që kam qenë për aksionin e policisë në Lazarat, e kam thënë saktësisht që po them sot në transmetim live. Ky person ka qenë i identifikuar aty dhe grupi personave që është identifikuar në ngjarjen e Paragonatit është gjetur, është konstatuar sërish në Lazarat gjatë tentativës që ka bërë policia për të ndërhyrë në fshatin Lazarat. Sigurisht ata nuk kanë qenë kryesorët, por kanë qenë pjesë e gjithë asaj që ka ndodhur aty, dhe për këtë shkak policia në momentin e parë ka përfshirë edhe emrin, dhe kujtoj fare mirë sepse më është dashur që të identifikoj pari që ky është i biri i X deputete, që sigurisht ka një moshë madhore dhe marrë përgjegjësitë para ligjit individualisht, dhe ai ndodhej aty jo thjesht se ishte i biri i asaj, por ndodhte për atë që ka bërë vet. Dhe gjëja që më shqetëson në gjithë këtë histori është që ky person me gjithë të background, me gjithë këtë kalvarë, domethënë që ka penalitetesh, ngjarjesh ku ai është implikuar, i ka shpëtuar zinxhiri drejtësisë. Sa?
Sepse prandaj na e kërkojnë të gjithë që drejtësia është problemi më i madh në këtë vend dhe për ironi të fatit, një personazh që ka shpëtuar sistemin e drejtësisë të vendit shkon dhe tashmë ne kemi të akuzuar që i ka marrë jetën djalit të një ish prokurori i cili ka qenë personazh i rëndësishëm i zinxhirit të drejtësisë në këtë vend. Pra shikoni në situatë vimi. Dhe kjo është ajo që është më e rëndë për mua se vetë pasojat e ngjarjes. Pra, sistemi jon ka dështuar i drejtësisë, i gjithë zinxhiri ka dështuar, ka lejuar që brenda nesh të rritet një element i tillë dhe sot ne kemi atë bilans tragjik që fare mirë e kujtoj është për mua me ndryshim të 3 orëve diferencë nga momenti kur ka ndodhur, është identike me ngjarjen e 17 shtatorit vitit 2005, kur u vranë 4 persona te garda në një zonë shumë të monitoruar të kontrolluar. Autorin atë kohë u identifikua, u shpall në kërkim, u dënua me burgim përjetshëm, por nuk është kapur e sot e kësaj dite. Pasojat dhe në atë ngjarje kanë qenë të rënda dhe në momentin fillestar është pak a shumë e njëjta alibi që është e sot që mund të kenë ndodhur ngjarje, pra që për motive dobta për një këngëtare ku diçka e tillë, por fakti që e njëjta ngjarje na përsëritet mbas 9 vitesh, po me të njëjtin bilans tragjik, po nga elementë të cilët i kanë shpëtuar, edhe në rastin e parë e njëjta gjëra, që personi sa kishte dalë nga burgu, pra do thotë që sistemi ka dështuar. Kanë kaluar 9 vite dhe jemi përballë të njëjtave ngjarje, të njëjtave personazhe dhe të njëjtit bilans tragjik që shokon të gjithë shoqërinë. Dhe pastaj sjell të gjithë atë pjesën tjetër ku të gjithë e dimë që politika gjen rastin dhe mundohet të përfitojë sa të ketë mundësi. Unë besoj që prokuroria këtë radhë nuk do të ndikohet dhe gjykata më pas, nuk do të ndikohet nga kjo betejë politike që ka filluar, që e mirë kuptoj dhe politikën sepse ai është profesioni i tyre dhe minimalisht jo thjesht i japin një ndëshkim rigoroz atë që parashikon ligji, por minimalisht duhet të hedhë dritë mbi të vërtetën. Se ka ndodhur kjo ngjarje, cili është motivi? Ti dyshon që ka motive tjera përveç? Nuk jam i bindur për të thashë edhe herë me këto sepse është shumë shpejt. Edhe vetë prokurorët e thonë që janë momentet e duhet keni parasysh ka shumë ekspertiza që prokuroria nuk ka marrë ende. Duan kohën e vet ato që të bëhen. Kështu që parë në gjithë kontekst, kjo ngjarje për mua duhet shërbej si vijë demarkacioni për të ndryshuar të gjithë mënyrën e agjensive zbatimit ligjit në luftën kundër krimit të organizuar dhe sidomos në paranalimin e ngjarjeve të tilla të rënda që kanë ndryshuar agjendën e të gjithë shoqërisë shqiptare këto 48 tetor dhe kanë kthyer në epiqendër pikërisht këtë ngjarje, pasojat tragjike të saj dhe personazhet e përfshira në këtë histori. E keni ngritur stekën shumë lart, keni akuzuar direkt kryeministrin që ka marrë në mbrojtje të akuzuarin e ngjarjes së djeshme. Ne kemi çuar aty ku është steka, në fakt. Sot janë varrosur 4 njerëz, të cilët mund të ishin gjallë. Ne jemi solidarizuar si shoqëri me gjithë dhimbjen jo të katërt, por edhe të rastit, për cilin po diskutojmë të atij që është vrasësi këtyre 4 viktimave. Dhe sigurisht nuk ka asnjë të fituar në këtë moment, jemi të gjithë humbur, pa pikën e dyshimit. Por nëse do të vijojmë që në një mënyrë apo një tjetër të bëjmë simetri, në ngjarje që s'kan simetri dhe mos i shkojmë analizës aty ku është problemi, unë mendoj që do të mbetemi jo mbas 9 viteve, po edhe mbas 900 viteve në të njëjtat kushte. Më fal, nuk ka simetri ajo që tha Hoxha? Jo, nuk ka simetri ajo që tha, sepse nëse ai autori i asaj ngjarje atëherë është dukur dhe nuk duket në rrugët e qytetit, autori i kësaj ngjarje është para kamerave. Por qafohet është dukur pasi ka bërë krimin. Është zhdukur nga drejtësia, po jo se është aktiv. Ai personazh i asaj ngjarje është zhdukur nga drejtësia, po jo se është aktiv. Tani, unë nuk do merrem me atë ngjarje, por po ju them që nuk ka simetri. Jo, nuk ka simetri. Në mënyrë ta mbaroj se nuk të ndërhyjë. Se prandaj u përsërit. Jo, nuk është zhdukur nga drejtësia. Pra nga sytë e drejtësisë, po jo se nuk është aktiv në aktivitetin e vet. Apo nga sytë, ne jemi këtu në sytë e publikut, nuk ka nevojë më të flasim për 2 palsy. Kemi 1 palsy. Dhe këto 1 palsy që na shikojnë kameran e një djali i cili vjen dhe takon nënën për të vërtetuar që nuk ishte në vendin e krimit në Lazarat, e shplot palsy që shikohen tashmë me kamera, ne këtë individ e kemi parë, policia e ka parë dhe ajo që ne kemi thënë
për shkak të fakteve, jo për shkak të denoncimit vetëm, është që policia me qëllim nuk i ka mbledhur provat gjatë 30 ditëve. Nuk ka qenë një pamundësi për të mbledhur prova. Po të kishte qenë një pamundësi për të mbledhur prova, sigurisht kjo nuk do të kishte qenë e lexueshme nga gjithë publiku, i cili tashmë është në një kaotizëm të plot, nuk di këtë më shiroj më parë. Nuk di. Shoqërinë e vet, viktimat, gjendjen e një shoqërie në narkoz, apo një nën, apo politik bërjen e këtij vendi. Por ajo që ne kemi thënë, nuk diskutohet, është që ne do të pohojmë një gjë dhe duhet ta pranojmë një gjë. Patjetër që kjo vrasje bën më shumë bujë se vrasjet e tjera, sepse këtu janë përfshira disa dimensione. Është i përfshirë jeta dhe siguria e njeriut, është e përfshirë niveli në cilin shoqëria jonë tashmë nuk është si këtu e shumë vite përpara, problemi i madh me narkotikët dhe drogën është problemi i madh me rinin që kemi sot, po sigurisht në këtë rast është i përfshirë morali politik dhe fakti që është djali një deputete, që sigurisht në pozitën e nënës është super fatkeqe, por për sa i përket moralit politik, dimensioni na tregon që krimi mbrohet politikisht. Dhe kjo është arsyeja, dhe krimi mbrohet politikisht, ne e kuptojmë shumë qartë, nëse kemi qenë në vite përpara, në 2006 me të njëjtat dhëna, kemi qenë në 2011, unë gati jam përpjekur ta kuptoj se çfarë mund të ndodh me një nën dhe një deputete njëkohësisht, dhe mendoj që dhe do të kemi mundësi ta zhvillojmë këtë logjik, mendoj që vendimarrja e saj, por edhe mbështetja që ajo të ishte kandidate dhe deputete për herë të dytë, më bën mendoj që në këto kushte ajo e ka bërë vetëm për të mbrojtur të birin. Se në qoftë se një njeri e di që ka një fëmijë kaq problematik, që e ka shpëtuar një herë për një vrasje, për një birë nënë tjetër në fakt, se dhe ai dikush tjetër është vrarë, dhe padrejtësisht dënohesh vetëm 2 vite dhe shëtit i lirë, dhe ajo nëna që e ka nën dhe të shikon që je i lirë, është mëkat i madh. Dhe ke mbrojtje, unë mendoj që ajo prej nëne ka bërë vendimin të kandidoj prap, gjë që s'duhet ta bënte. Sepse ndoshta do ta kishte ruajtur më shumë të birin, nëse do ta kishte lënë pret sistemit drejtësisë, nuk do të kishte ndërhyrë, dhe duke qenë se se ndihmoi dot të përmirësohej, sot nuk do të kishim 4 të vrarë dhe nuk do të kishim këtë situatë e cila nuk ka lidhje fare me denoncimin politik, në kuptimin e përfitimit politik, ka lidhje me faktin që në këtë maj piramide, nga njerëz të kulturuar, intelektual dhe artist, ne ende jemi pre mentalitetit për të mbrojtur me pushtet, pavarësisht se sa poshtë kemi rënë moral. Zonja Felaj. Do të thosha që natyrisht ngjarja e djeshme është një ngjarje e rëndë, por është një ngjarje as e para as e fundit. Ka ndodhur dhe herë të tjera dhe është veçuar dhe kuptohet natyrshëm nga gjithë pse është veçuar, edhe ka marrë këtë përmas diskutimin publik, për shkak se i dyshuari kryesor është djali një ish deputete, po themi, të Partisë Socialiste. Po nuk e kuptoj se çfarë arsye ka për të vërejtur, për implikimin e mazhorancës në këtë ngjarje, për implikimin e kryeministrit në këtë ngjarje, për implikimin e policisë në ndihmë të autorëve të ngjarjes, sepse ka fakte aty që flasin qartë, që janë fakte të ftohta dhe natyrshëm ne mundet që t'i lëmë një anë emocione, të lëmë një anë lidhjet personale dhe lidhjet shoqërore. U tha dhe nga 2 gazetarët e kronikës, po gjatë këtyre 2 ditëve e kemi ndjekur dhe në media dhe në shtypin e shkruar, që policia është gjendur shumë shpejt në vendngjarje. Është gjendur për 9 minuta në vendngjarje dhe ka kryer menjëherë arrestimin e të 3 personave që dyshoheshin që ishin autor të asaj ngjarje. Ka dhe një detaj tjetër. Në momentin që është arrestuar i dyshuari Xhovani, ai ka kërkuar t'i shpëtojë ndjekjes policisë duke përpjekur të ajosh ta korruptojë policin që ka kryer arrestimin e tij. Është një pohim të cilën kemi lexuar gjatë gjithë ditës sotme, dhe pavarësisht se ai është identifikuar në një përpjekje të dështuar, duke përmendur emrin e nënës së tij, emrin e babait të tij, kjo nuk ka ndikuar as pak, sepse ai është arrestuar. Dhe jo vetëm kaq, unë do ta çoja edhe pak më tej, që në momentin e parë kanë qenë shumë të qarta elementë të rëndësishëm të vendit të ngjarjes. Unë me shumë mirësjellje do desha t'ju vënë në vëmendje të ftuarve të këtij emisioni që nëse do të manipulosh një ngjarje, nëse do të manipulosh autorsinë e ngjarjes, atë e fillon që me vendin e ngjarjes. Dhe të dhënat e vendit të ngjarjes kanë qenë transparente që në momentin e parë, sepse janë përputhur
çfarë policia ka deklaruar me ato çfarë media ka mundur të ndjek. Pra, deri këtu kemi një qëndrim korrekt të policisë së shtetit në raport me ngjarjen. Dhe të vim pak më tej. Çfarë ndodhi me nënën e të dyshuarit kryesor të ngjarjes? Vetëm disa orë më pas, ky njeri ka bërë një dorëshe publike nga mandati i deputetës. Dhe unë e çmoj personalisht këtë pjesë për faktin që nuk u rezervua, as nuk mjaftua ta bënte këtë dorëheqje duke çuar fjalavje një deklaratë të shkruar në shtyp. Madje jam e bindur që në atë rast opozita do kishte thënë që detyruan e palefshëditshme, kishte sa ju ndonjë. U fa kjo gjë. Jo, edhe në këtë rast. Pati kurajon morale të reagonte, të dënonte dhe ju siguroj që për shumë kënd nga ne që e kemi provuar të qenit prim, nuk është as pak e lehtë. Është gjëja më e vështirë. Dhe në gjithë veprimin që bëri, kishte edhe moral, kishte edhe etik. Dhe u ndaj qartë. Dhe ky veprim për më tepër tregon që nuk do as pak të ndikoj qoftë policin, qoftë prokurorin, qoftë gjykatën me qenien e saj deputete. Vetëm se këtu ka dy element. Është larg mend të mendosh që gjithë majoranca, gjithë ata zgjedhësit tanë që na kanë votuar 23 qershor, pas kanë të njëjtin qëndrim dhe qëndrimi që të ndikojnë te prokuroria dhe gjykata për të shpëtuar të dyshuarin. Vetëm se këtu ka ka asnjë lidhje dhe ju kuptoni dhe mua më vjen keq opozita ka rënë në këtë pikën që nuk ka me çfarë të bëjë opozit, nuk e gjen veten në të bërin të opozit dhe merr ngjarje pas ngjarjesh dhe fillon të bëjë opozit. Të merremi pak e para, që në rastin e parë, në vrasjen e parë të dyshuarit të tanishëm, u tha në opinionin publik që zonja Gjuvani duhet jepte dorëheqjen që atëherë. Përveç kësaj, e përmendi zonja Duma tani. Zonja Gjuvani u rikandidua si deputete. Përveç kësaj, në momentin që dha dorëheqjen, komendi tjetër ishte që e dha dorëheqjen në këtë moment madje Bushati kishte një shkrim sot ku e quante përfundimisht të përdorur nga kryeministri i vendit Edi Rama si një leck që nuk i duhej më dhe e hodhi opinionit publik të babxitur. Kjo ishte ajo, citova Bushatin tek ajo çfarë ka thënë sot. Janë këto tre elemente që vinë njëra pas tjetrës. Ndoshta është e vonuar kjo dorëheqje, ndoshta duhet ishte bërë që në atë kohë në mënyrë që të mos kishim të gjithë këtë histori që mund ta quajmë dhe hipoteze, por që kanë të drejtën legjitime të dyshojnë. Tani ne po flasim po flasim mbi një ngjarje që sapo ka ndodhur dhe lidhur me të dhe japim vetes të drejtë që të vendosim vulën për çdo ngjarje të ndodhur më parë. Mos harroni që në atë kohë kur ka ndodhur ajo ngjarje, ne ishim në opozitë. Dhe natyrisht nuk kishim vendosur asnjë prokuror që ta kishim vendosur ne në detyrë, nuk kishim zgjedhur asnjë apo emëruar asnjë prokuror refi, asnjë gjyqtar dhe të treja niveleve, sepse kam parasysh që të treja nivelet, qoftë gjykata e shkallës parë, qoftë apeli, qoftë gjykata e lartë, kanë shprehur një mendim të saktuar në lidhje me këtë ngjarje, dhe natyrisht nuk e kishim as ministrin e drejtësisë, ndërkohë që gjithë ta persona që unë përmenda, duke filluar që nga ministri i drejtësisë, i kishin të gjitha mundësitë për të hedhur dritë mbi të vërtetën e asaj ngjarje, mbi mënyrën se si u ndikuan ose jo prokurorët dhe gjyqtarët që është dashur të merren me hetimin e asaj ngjarje dhe të vendosin të bënin drejtësi, po nuk e bëm dhe këtë mosbërje detyrës nga ana e tyre që në fakt është të kesh përgjegjësi përpara ligjit, sot ja hedhin si gjithmonë në fakt, se është e përsëritur kjo histori, ja hedhin majorancës. Po, nëse më lejon, shikoni, unë shpresoja shumë që minimalisht vetë qeveria sot qëndron në pozita jo teatrale dhe jo politike. Duhet qëndronte në pozita njerëzore dhe të përgjegjësisë. Tani, të thuash postum, para mbrapa, anash, 25 gradë, është sepse s'ke që thua, sepse ngjarja është shumë e rëndë. Dhe është çështje e humbur, qofse nis ta mbrosh vrasin. Dhe më fal, të humbur jeni ju. Jo. Që në 23 qershor se bashkë me qeverisjen humbët dhe moralin. Dhe sot karta e moralit nuk ju shkon në duar, as ta ngrini dhe as ta ulni. Në respekt të mënyrës së të folurit, ne do bëjmë një gjë, me të gjithë të reabilitoheni me moralin tuaj, me njerëz që keni pasur në qeverisje, me të gjithë të afërmit të tyre
që janë përfshirë në vepra kriminale më të rënda dhe paq të rënda që i kanë parë gjithë shqiptarët, dhe pastaj na flisni për standardet tuaja morale. Ta lëm diku tjetër. Pastaj na flisni për standardet tuaja morale. Sepse ne kemi bërë një diferencë të qartë me moralin që ju imponua sa shoqëri për 8 vjet. Zhurmusin bëjnë në parlament se jeni vetëm dhe vazhdojnë bëjnë. Zhurmusin dhe të vërtetën e dinë shqiptarët. Sepse vërtet qëndron përpara nesh. Po së bashku nga kanë parë për balë dhe nga kanë parë në 8 dhe 9 vjet rresht. Është gjuna, që përpiquni të diferenconi nga gjithë morali defektoz që keni injektuar në 8 vjet. Për sa i përket të flasësh tash ti, sepse nuk u bë drejtësi në kushtet kur në atë kohë ministri i drejtësisë dhe ne kemi bërë këtë fakt të ditur. Ka kërkuar mas për gjykatësin, ka kërkuar mas për prokurorin. Dhe në atë moment, prokurorja e përgjithshme, zonja Rama, ka këshillin e drejtësisë zonjë ministri i drejtësisë. I tha gjithë sistemi drejtësisë. Nuk me zonja Ina Rama mas ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve. Ju kanë dhënë një detyrë të pamundur, zonja Felaj, ju kanë dhënë një detyrë të pamundur, të mbroni një çështje që është gjuna. Ka ministrin e drejtësisë në përbërje, ka kryetarin e gjykatës lartë, ka trupën e të zgjedhurve tuaj, dhe ministri juaj i kishte të gjitha instrumentat për ta çuar deri në fund atë inspektim që bëri sikur e nis. Do të mund të bëjmë një diskutim pa ndërprerje njëri tjetrin? Në fakt, po futemi këto, më fal Grida, po të futemi në kleçka juridike, patjetër që duhet të kërkojmë një shërim. Atë kleçka juridike, është e qartë. Jo, të gjithë sot shqiptarët e dinë se si është i përbërë Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Është dhënë versioni që atëherë nuk u bë drejtësi. Në fakt, po të shikosh dhe unë sot kam hapur vendimin dhe të gjitha, aty është marrë, domethënë brenda të gjitha hapësirave të parashikimit të ligjit, është marrë një vendim dhe është dhënë një drejtësi për këtë person të akuzuar. Është marrë një vendim që s'ka dhënë drejtësi. Apo jo, me 2 vite për vrasje, sigurisht ne e kuptojmë. Në rrethanat mbrojtjes. Ashtu është interpretuar pavarësisht ashtu është interpretuar, ashtu është gjetur mundësia për të interpretuar dhe sonte ne po dëgjojmë edhe një situatë tjetër që po donim spekullonim, kishim spekuluar me vendngjarjen e tjerë, pra ne duhet t'i themi faleminderit shtetit që nuk po spekullon sonte. Tani, çështja është që në atë kohë, për sa i përket kësaj logjike që pse s'u bë drejtësia atëherë, unë ju them si kanë qenë momentet atëherë. Dhe për atë vendim është kërkuar nga ministri i drejtësisë për gjykatësin të merret mas, por dhe për prokurorin e çështjes është kërkuar të merret mas. Kjo ka hasur në një dështim për arsye se muri pak kapërcyeshëm ka qenë kryeprokurore atëhershme Ina Rama, e cila thoshte mos ndërhyni në kompetencat e prokurorisë. Kjo ka qenë ngjarje dhe mbyllim në këtë moment. Sepse zoti Alini ka dhënë gjykimin ndërkohë që procesi ishte në gjykim në atë periudhë. Jo vetëm aq, e ka dhënë dhe pas. Pra kanë vazhduar të gjithmonë tentativat, ndërkohë që dhe për deklarimin e zonjës sigurisht dhe masa përfundoi dhe që të mos bëjmë gjë. Mos themi gjëra që imagjinoj tani. Përfundoi dhe pastaj patjetër. Pra, të gjitha veprimet e mundshme për ministrin e drejtësisë të asaj kohe janë kryer. Ju do thoni a duhet kryeshin më shumë. Kjo është një çështje që nuk mbaron, por që të ketë pasur një qëndrim pro fshehjes së këtij krimi. Në ato momente nuk ka pasur, përsa ko ka pasur nga ministri i drejtësisë 2 veprime ekstreme që ndodhin rrallë. Aty ka pasur sigurisht mbrojtje politike që zonja Ina Rama në atë kohë ja dedikoi forcës majt për ta mbrojtur ato deputete, ato miqësi me atë kryetar partie e tjerë. Kam një pyetje që më vjen ta bëj dhe duhet ta bëj se s'bën. Patjetër. E mendoni kaq të rëndësishëm Konstantin Xhuvanin sa të futej në pazare politike midis zonjës Ina Rama dhe Edi Ramës në atë periudhë, apo ku diun edhe sot e kësaj dite të investohet kryeministri për ta mbrojtur? Nuk e di se çfarë është më e rëndësishme se sa burgosja për jetë e fëmisë për një njerëz që është deputet dhe ka mik një kryetar opozite. Unë nuk e kuptoj se si mund të ma thoni ju këtë. Unë nuk e di për këtë do luftonit ju më tepër, përveç se për fëmijën. Mbasi se janarit. Po nuk e di se cili jemi me të lutem shumë. Në 12 shkurt 2011. Tani, ju vazhdoni bëni interpretime se natyra. Jo duke devijuar të gjithë temën. Ju vazhdoni konceptin Nëse do bëni politik, ne do të kemi më. Nëse do bëni politik. Nuk e pendon të prokurorja. Të them një detaj. A keni ju, a e dini që
keni një deputet sot I cili shpallur në kërkim ditën e zgjedhjeve nga ish ministri juaj I brendshëm, nga ish drejtori juaj I policisë shtetit, nga ish drejtori I policisë shtetit. E dini që keni patur kërkim? Ai deklaratë zyrtare. Kërkojeni në datën 23 qershor. Cili deputeti juaj shpallur kërkim? Unë nuk kam asnjë dieni për Dhe është faj kësaj mazhorance sot që nuk jeton për atë ngjarje, nuk jep drejtësi për viktimën e asaj ngjarje, që është në çdo raport të Bashkimit Evropian, dhe të OSBE-s në zgjedhjet Shqipëri. Dhe përgjegjësia është e juaja që siç kërkoni për palën tjetër dhe shumë mirë bëni, që të mos ketë deputet me precedent penal në parlament, dhe shumë mirë po them bëni, dhe për këto u inkurajoj, ta kërkoni këto dhe brenda radhëve tuaja, po them dhe një herë. Hapni letrat zyrtare dhe çfarë ka ndodhur. Nëse duam balans, nëse do bëjmë politik, unë them që ne ta lëmë dhe ju vazhdoni bëjmë politik. Ta aktivizoj dhe zoti Rakiplari në këtë pjesë dhe pastaj do të kemi është shumë e qartë, janë disa fakte shumë të qarta që në këtë rast, në rastin e vrasjes së 4 persona, pasi ky zoti Giovanni që është në burg tani ka vrarë 4 veta, policia është sjellë shumë mirë. Pra në këtë moment nuk kemi çfarë të themi që policia e mbrojtje. Policia në këtë rast ka vrarë 4 veta, tani nuk kishte si matje Berti, se policia ka bërë matje. Dakor. Në këtë moment që ai ka vrarë ka bërë një masakër me 4 veta, unë dëgjoj me shumë dhe unë kam një orë që u dëgjoj. Lutem pata respekt. Nëse doni me ndërhyr, mund ta bëj edhe këtë gjë dhe mund të bëjmë shurmusin pafund, po unë them të flas se nuk kam as pozicion politik në këtë rast, jam thjesht gazetar tani se kundërshtuar e kemi për të ndihmuar. Jo, ideja është kjo, policia përgjigj shumë shpejt dhe kuptoj, tani që ai vrau nga njëta armë që I përket. Tani që ai vrau 4 veta. Edhe unë të po them pra, tani që vrau 4 veta, policia u soll shumë mirë. Pra në këtë moment nuk kemi çfarë të themi për policinë. Marrim edhe reagimi politik I majorancës me dorëheqjen e zonjës Giovanni, edhe kjo është absolutisht sjellje e përgjithshme. Për këtë rast, pra në momentin që ai ky zotëria ka ardhur dhe ka vrarë 4 persona, 4 qytetarë të Shqipërisë, që është një ngjarje shumë e rëndë, kemi reagim normal të policisë, të zonjës deputete që është nëna e tij dhe ta dorëheqjen, dhe deri diku të kryeministrit, I cili normalisht mund t'ia kursente deputetes atë shfaqjen në ekran pasi ajo kishte përjetuar atë tmerrin e gjatë ditës që I biri I saj kishte vrarë 4 persona, pra kjo shfaqje mund t'i kursej publikut, pra dalje e saj publikisht, besoj unë do mjaftonte dorëheqja e saj me shkrim dhe nuk ishte nevoja që ajo të bënte edhe atë spektaklin e. Pra ti hyn tek ata që besoj që zoti Rama e ka përdorur edhe në këtë rast zonjën Giovanni. Nuk e ka përdorur zonjën Giovanni. Zoti Rama këtë veprim e ka bërë në një farë mënyre për të eklipsuar, të thoja unë, për të eklipsuar ngjarjen e mëngjesit që ishin vrarë 4 persona. Dhe një reagim sa më spektakolar I majorancës do të eklipsonte në një farë mënyre atë ngjarjen që ndodhin përpara. Por, thash pra, kemi sjellje normale, kemi sjellje deri diku dhe të përgjithshme të majorancës dhe të policisë, tani thash që ka ndodhur një ngjarje me 4 të vrarë. Por derisa kemi ardhur këtu, kemi tmerrësisht shumë probleme dhe I pari mos të shkojmë te 2011, 2013 etj. Jemi në vitin 2014 në këtë vit. Ky zotëria, do të thonë akuzohet dhe vetë policia ka fshehur ngjarjen. Ky zotëria ta shpjegoj, sot është bërë publike kjo gjë. Ky zotëria ka kërcënuar, ka shtënë me armë mes qytetit Gjirokastrës, ka kërcënuar, ka kanosur për të vrarë një person tjetër. Plumbat kanë, sipas një raportit që ka thënë sot policia dhe prokuroria, nuk po flas nga dhënat e mia, ka shtën me armë ndaj një personi tjetër, ka goditur makinën e tij etj, pra ngjarja ka qenë shumë e rëndë. Policia nuk e ka raportuar ngjarjen siç ka ndodhur. Ne nuk e dim, mediat nuk dinë gjë. Jo. Referuar prokurorinë e Gjirokastrës. Vajz nuk ka kanë bërë publike. Ose ka bërë publike, s'është bërë publike në media. Nuk është bërë njoftim publik tani, është bërë njoftim publik për të ngjarje. Jo, ka njoftim publik për të ngjarje thuaj se gazetar kronike. Kjo ngjarje nuk është e fshehur. Nuk është e fshehur, absolutisht është e fshehur për publikun. Është e fshehur për publikun, një. Për mua është shumë e rëndë, për mua është shumë e rëndë. Është e fshehur për publikun. Është e fshehur. Edhe një herë, policia sot raporton çdo lloj ngjarje nga më banale që ndodhin në gjithë Shqipërinë.
Kjo ngjarje nuk është raportuar për publikun, po them unë. Nuk po them që është shirfare, nuk është në prokurori. Prokuroria më tej. Ju pretendoni që keni dieni për çfarë do lloj ngjarje që ndodhen në Shqipëri? Absolutisht, por nuk është dhënë s'është dhënë. Nuk është dhënë, kam dieni më edhe kam. Ju siguroj që jo. Nuk ka qenë komunikatat e përditshme të policisë. Jo, nuk është. Verifikoni komunikatën e asaj date. Është shehur për publikun dhe kjo s'ka diskutim. Ngjarja është referuar rregullisht. Të lutem, duke u fshehur për publikun ka qenë më. Është i pavlerë dhe i ngarkon. Duke u fshehur për publikun ka qenë më kollajt për të shuar si ngjarje po. Është shehur për publikun absolutisht nuk ka komunikat zyrtar policisë. Komunikat tani mund ta thotë Anila është këtu dhe të më thonë që se vetëm kundërshtojnë. Kur e çon prokuroria deri nga vetja, si mund ta thuash? Edhe një e di që policia bën komunikat zyrtare për shtypin në çdo ditë dhe se ka bërë këtë gjë nuk është bërë. Vazhdojmë më tej. Kur bën komunikat bën referim në prokurori. Po dakor, po e ka shehur publiku, po nga e prokurorisë të orientojë se si bëhet hetimi. Po s'po them për këtë. Nuk po akuzojmë për këtë gjë, unë po them se është bërë publike. Tu policia e ka kryer punën e vet. Nuk është bërë publike. E para, e dyta, prokuroria më tej. Ka dhe një fakt tjetër. Me publik kuptohet, po ta dinë më shumë se 2 apo 3 vete mori vesh publiku. Mendoni që këtë e mori vesh prokuroria e Gjirokastrës dhe kjo nuk shën nga publike për ju, sepse ju që keni fundi që e keni marrë vesh. Jo, çdo ngjarje raportohet në publik, ka komunikat zyrtare. Komunikat, s'është spekulim, kjo është vërtetë. Policia ka transparencë kryesore. Vazhdo logjikën më tej se po ngjesim në një moment. Jo, ta vazhdoj më tej. Prokuroria më tej këtë çështje e ka hetuar. Ky zotëria ka pavarësisht e ka qenë sipas komunikatës së prokurorisë po flas, pavarësisht e ka qenë në kërkim, ky ka shkuar me avokatin e vet në prokurorinë e Gjirokastrës, ka bërë ballafaqim me personat e tjerë, ka dërguar, ka çuar dhe një raport nga Spitali Psikiatrik Elbasanit, dhe ku thuhet që ky në atë ditë nuk ka qenë fare gjë. Në ato orë, megjithëse kanë identifikuar 20 veta atje, domethënë ka qenë regjistruar në Spitalin Psikiatrik të Elbasanit dhe ka pasur një dokument për këtë çështje. Pra, manipulim dhe ky domethënë pas 30 ditësh del jashtë skemës policisë, shkon thot Artan Hoxha, se nuk e dija këtë fakt, në prokonat i qellon policisë, përsëri nuk arrestohet, shkon i qellon policisë, policia e nxjerr në gjithë komunikatat e veta zyrtare që i qelloi policisë në aksionin Lazarat, përsëri nuk ndodh asgjë, askush nuk e kap, askush nuk e arreston dhe vim te ngjarja e sotme. Tani pasi janë vrarë 4 veta, policia ka reaguar dhe e ka kapur dhe janë marrë gjitha masat. Kjo është bilanci. Në gjithë të histori, po të shikosh, dhe jo më kote përmenda që është në fillim, që kjo ngjarje na çoi në pikën që na dëshmoi se si ka dështuar i gjithë sistemi jonë i drejtësisë. Polici, prokurori, gjykatë. Të treja së bashku, që duhet kishin dhënë psikiatrik që duhet kishin dhënë pra Libina aty. Berti, janë përdorur, kjo nuk është ngjarja e parë që janë fëmijë politikanësh, po filloj ti numëroj ju del pazari. Shiko, dhe kemi qenë bashkë, çfarë presioni kemi patur që të mos i raportojmë. E di më e di. Djem të X-it, djem të Y-it, sepse prindrit e këtij zotërisë më njoh edhe ose të jatin dhe do të jemi qartë për të gjë. Prindrit për fëmijët e tyre, kjo është normal. Unë jam prind për vete dhe prindrit për fëmijët e tyre normalisht që do gjykojnë vazhdimisht për më të mirën e atij. Dhe ata ndoshta kanë gjykuar gabim duke i bërë gjithë këto. Por prindri zakonisht është racional dhe mbron fëmijën, atëherë dhe kur ai ka fajse, ndryshe po të ketë drejt. Po të ketë drejt fëmia, s'ka nevojë ta mbroj prindri. Ka ndërhyr. Por çështja është ka përdorur dhe imunitetin. Këto janë fakte që kanë ndodhur. Ka përdorur dhe imunitetin. Ka bërë shumë gabim që ka bërë. Partia Socialiste ka bërë shumë gabim që e ka rikandiduar. Kjo është problemi. Se do ta kishte shpëtuar nga rikandidimi është problemi. E ka rikandiduar. Por sistemi ka dështuar në këtë rast, ashtu siç ka dështuar në 10 raste tjera, dhe ne do vazhdojmë të mbledhim kufoma, sepse do gjykojmë këta që kanë ardhur në pushtet tani se kanë ardhur me tjetër devizë. Anila, do gjykojmë këta si mendon? Do gjykojmë se janë ardhur se kryeministri tha koha e dy fytyrësisë ka mbaruar. Si mendon ti? Kur në Tiranë ka ndodhur në 23 tetor 10 është vrarë një biznesmen, shpautor, edhe sot e kësaj dite. Në 1 qershor u vra po ashtu i biznesmen tjetër, me Seranë, shpautor. Në 26 qershor është Artan Santo i Bankës Kredis, pa autor. Pra, kur ti ke gjithë të halk,
gjithë to hallka, gjithë to ngjarje me autor të pasbuluar, mendojnë që lufta dhe betejë me krimin e organizuar është po anon peshorja nga krahu i policisë. Jo, policia është akoma duke u marrë me atë që ne e quajmë kontroll mbi territori. Ky zotëri që vjen vërdall me pistolet në Brest, nuk ka një problem. Alba, mund të them diçka? Unë këtë kërkoj nga policia. Unë kërkoj që këto ngjarje që janë simbole socialiste, Eri kandidoi, jemi krenar në momentin që ai vret e tham atë ngjarje në kohë kur ka ndodhur ngjarja e vitit 2012. Nuk kishim asnjë lloj fuqie me gjas që të manipulonim ne ato çështje. Dhe natyrisht nuk ka se si një parti e madhe politike, si Partia Socialiste, të mberet me ngjarje që përkasin individëve të veçantë dhe përpos të shtojmë që këtu ka një vendim gjykate që ka dhënë një verdikt X që ka thënë që ngjarja ka ndodhur në këto rrethana. Që s'kisha asnjë lloj mundësie, asnjë lloj arsyeje për të mos e rikandiduar Luiza Giovannin. Dhe nuk s'kemi se si të mbajmë përgjegjësi për këtë pjesë. Ndërkohë që ka një qëndrim të qartë edhe për ato i shoh kontradiktor sepse thon, po pse doli për të erësuar ngjarjen, po si mundet të erësosh ngjarjen? Ngjarja ishte njerëz tjerë, shkuan, mblodhon provat e para, i kanë dokumentuar gjithë ngjarjen, si mund të eklipsohet kjo ngjarje me qëndrimin që mbajti dhe duhet të mbante deputetja Giovanni. Tani, përpiqemi të ta ndajmë mendjen. Duhet ai të dorëheqë. Ishte Lazarat Pisotria apo ishte? Duhet ai të dorëheqë. Jo, shumë mirë ishte të dorëheqë. Ishte Lazarat Pisotria apo ishte? Ishte Lazarat apo jo? Duhet ai të dorëheqë. Ishte Lazarat. Biri u dënua për vrasje. Policia tha që ishte. Policia tha ishte. Ne nuk kemi ardhur këtu. Policia më tha. As prokurorin, as gjykatën se nuk e bëjmë dot. Ju siguroj, sa do të përpiqemi ne, sa do të arsyejmë. Ne flasim pa letra përpara. Do bëjmë një tjetër, kalojmë publicitetet dhe rikthehemi do të japim fjalën e Rita. Publicitet rikthehemi.